Big Brother VIP nuk zhgënjen kur bëhet fjalë për drama dhe mistere dhe dalja e papritur e Eglitakos ka lënë pas një valë spekulimesh mes të cilave, edhe se ajo do të rikthehet sërish në reality show. Modelja Sara Gjoka, mikesha e Eglit e ftuar në një studio televizive, foli mbi thashëthemet që po qarkullojnë. Thashëtheme kam dëgjuar pafund të ndryshme, që thonë se është në gjendje shumë të keqe, gati që mund të jetë edhe spitalore nga çështja mendore. Ka edhe thashëtheme që thonë se nuk ka dalë fare nga shtëpia dhe prandaj nuk duket askund dhe ndoshta kjo është e gjitha një lojë dhe një pauzë nga produksioni. Pra mund të jetë izoluar diku, nuk ka dalë nga shtëpia Big Brother, është përfolur plot. Me gjendjen e Eglit që kam parë kohët e fundit, nuk e mendoj një rikthim dhe nuk më duket shumë e besueshme kjo çështja e të mos dalurit nga shtëpia e Big Brother ende. Sa i përket marrëdhënies së diskutueshme mes Eglit dhe Gjestit, tha ajo, ka pasur një dinamikë reciproke, por në një pikë Egli ka kaluar kufijt me reagimet e saj, megjithatë unë mendoj se Gjesti ka qenë manipulues dhe ka dhënë sinjale të përziera. Misteri vazhdon, ndërsa publiku pret me padurim të zbulojë të vërtetën pas këtij largimi të papritur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.